Ndërkohë vjen një makinë me shumë shpejtësi. Shumë shpejtësi se daje me nipin, që i shoqëronte një kalimtar që ishte fut makinë aty dhe çfarë shifsha aty në makinë ishte lumë gjak. Larg më armë zjarri, në region klavikular, në region skapule, në abdomen, në region femoral, në kërci. Të gjitha me armë zjarri? Me armë zjarri. Arriti të shpëtojë? Arriti të shpëtojë dhe unë e shifsha në fytyrë, domethënë se nuk më duke e besueshme. Ishte fëmijë 12 vjeç, ishte frakturë e hapur tipi 1, do kishte i plagë vogël. Shikoj muajin e parë pa element kallëse, muajin e dytë pa element. Muajin e tretë thyet pllaka prap. Ndërkohë që po shposha me trapa nëse edhe ne si mobilier mobilier human. Më tha mos le djap në motoraks. Unë ngela kështu shtanga fare thash çfarë do bëjmë tani. Pastaj tha po vazhdo, le djan se shaka po bëj edhe. Përja komës është besoj vendim shumë i vështirë, shumë traumatik. Shumë i vështirë dhe shumë i papranueshëm se do në pacientit çfarë do i lloj gjoje mund t'i thush, po t'i thush do të pres këmbën, ai thotë më mirë të humi jetën se sa të presësh këmbën. Duke që se mbuloj onkolli në hospital. Jo publik, ndodhe shpesh më thotë goca, po për çdo të më ka doktor tjetër në spital. Kjo është ajo që mbret, si më thonë.